Kryedemokrati Lulzim Basha dhe 10 mbështetës Partisë Demokratike kanë përfunduar në urgjencën e QSU-tës në orët e para të mëngjesit të sotëm për të marrë ndihmën e parë mjekësore vetëm disa orë pasi kishin qenë pjesë të njëjtit tubim të zhvilluar nga Partia Demokratike para kryeministrisë. Pjesëmarrësit në miting janë paraqitur në shërbimin e okulistikës, thuajse me të njëjtat simptoma. Ajo që ka të paktën kemi mësuar nga Spitali Nën Tereza është fakti se rreth orëve të vona të natës mbrëmshme kanë ardhur 10 persona të cilët kanë marrë pjesë në protestën e fundit të Partisë Demokratike dhe të gjithë kanë patur të njëjtat simptoma, skuqje të forta të syve dhe skuqje të fytyrës. Zyrtarisht Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 76 urgjenca mjekësore të mbritura në shërbimin okulistik, që në orët e para të mëngjesit e deri në orën 11 paraditës së sotme, prej të cilëve 5 persona në gjendje më të rëndë shëndetësore. Të vjella nuk I hapja dhe të më syt ndjeja si kur nuk mund të shikoja. Kam rëndë në mëngjes, në 6:30, isha në gjendje shumë të rëndë dhe s'më lanë të largohesha. S'kemi marrë asnjë përgjigje. Tani nuk hap dot syrin e majtë. Sa kam filluar tani të hap të djathtin, këtu kam një skuqje në lëkurin që ka qenë e zbuluar pa bluzë, do të thënë jashtë bluzës. Në çfarë vendi keni qenë gjatë protestës afër podiumit? Unë kam qenë shumë afër bashkës, po nga pjesa e mbrapme. Rreth orës 03 të mëngjesit në shërbimin e urgjencës është paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore dhe vet lideri demokrat Lulzim Basha, e bashkë me të dhe ish ministri I Shëndetësisë Tritan Shehu. Më të shumtit janë trajtuar në rrugë ambulatore dhe pas vizitës tek mjeku janë larguar nga spitali me recetën përkatëse, ku në të gjitha rastet janë përshkruar të njëjtat mjekime, antibiotik për mbrojtjen e kornesës syrit nga infeksionet, si dhe 2 medikamente shtesë për lubrifikimin dhe rigjenerimin e zonave të dëmtuara të syrit dhe fytyrës. Mjekoj, thot s'ka si gjanë, thot ikni. Një studente ishte ati, s'ka smjek asnjë. Institucioni përgjigjes për shëndetin e popullatës, Ministria e Shëndetësisë, ka thyer akullin rreth mesditës duke informuar përmes një komunikate për mediat se bëhet fjalë për shenja të helmimit, intoksikacion, por pa specifikuar origjinën e agjendit të jashtëm shkaktar të ngjarjes. Ndodhia e pazakonte e cila po hetohet nga policia ka shkaktuar një shok psikologjik tek mbështetësit e Partisë Demokratike, të cilët thanë se kanë qenë shumë pranë liderit të tyre gjatë protestës. Jam të dritë, nuk shoh fare, nuk shoh, më lëtojnë syt, dritë trupi gjithë dhe mjekove. Probleme me frymarrje? Po shumë. Kam qenë 1 gjysmë metër larg Bashës. Kur u ndjet keq? Nga ora 10 natës, 11. Jo, nuk kam pa gjë plasje, kam qenë afër tribunës. Kjo është skandali më I tmerrshëm. Ndridhet trupi. Shkosh një miting dhe të përfundesh tem terroriste. Ndërkohë, eksponent të Partisë Demokratike, të cilët asistuan pacientët në spital, janë treguar më të matur duke anashkaluar deklaratat në media. Ngjarja e veshur me mister ka nisur të hetohet paralelisht si nga policia, prokuroria dhe shërbimi I mjekësisë ligjore, që kanë sekuestruar regjistrin e urgjencave në shërbimin okulistik në Spitalin Francez pjesë e QSU-tës. Në drejtimin e prokurorisë Tiranës është ngritur edhe grupi hetimor me ekspert nga Policia e Shtetit, Garda e Republikës, struktura të specializuara të forcave të armatosura e tjerë. Në një komunikat të shpërndar për mediat, Policia e Shtetit sqaron se po kryen të gjitha ekzaminimet e nevojshme për të përcaktuar shkakun që provokoi simptomat, si dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Organeve të hetimit I është bashkuar dhe laboratori qendror I forcave të armatosura.